Vllaznia në basketboll për meshkuj ka marrë një fitore në ndeshjen e radhës në Ligën Unike, edhe pse Prishtina luante me lojtarë të rinj kuqiblut, fituan me rezultatin e thellë 88-57. Teksa foli për këtë ndeshje, trajneri i kuqibluve Eni Llazani u ndal për të folur edhe për objektivat e klubit në kampionat. Ne vlerësum në maksimumin e mundësive tona që kishim sot. Sigali kishte ardhur me djem të ri, pra bërthamen e ekipit nuk e kishin sjell sot, sepse kanë vlerësuar që kanë nevojë për pushim, sepse kanë një kampionat shumë të fortë në Superligën kosovare. Ne u përpoqme me bëma të mirën tonë. Vim nga një ndeshje shumë e vështirë që i pat me Napolloni dhe po përpiqen ta përdorim këtë ndeshje si përgatitje në ndeshjes së radhës me Teutën, e cila është një ndeshje shumë e vështirë që na duhet me e fitu patjetër. Objektivat tona janë me hyrë në katërshe. Ne jena një ndeshje larg vendit tret, me një fitore njitena në vend tret, nga vendi i fundit në vend tret. Nuk është një diferencë shumë e madhe, pra një fitore na ndryshon çdo gjë. Është kënaqësi më u kthy në shtëpi time, ndoshta si kundërshtar, por gjithmonë besoj që e kam derën e hapur në shtëpi. Po jena shumë mirë, me të thënë drejtën deri tash, jena në vend dytë me pikë barabarta me vendin e parë. Shpresojmë që pse jo dalim kampion këtë vit. Po deri tash kam marrë ato frytet e stërvitjes time, edhe mund të them që jam i kënaqur, s'mund të jem gjithmonë, por mirë është deri tash. Kjo ndeshje ishte më shumë me provu të rit, edhe me pa trajneri se cili jep më shumë, cili më pak, edhe besoj që shkoi shumë mirë. Me këtë fitore, Vllaznia mban vendin e tretë ku ndodhet në grup me Golden Eagle, Ylli, Prishtinën dhe Tiranën.